Ja, Allah ma mirë atëherë konë. Se ta është atëherë edhe i shqitshin, edhe i nërojshin. Ta është as pi shesin, as pi nërojnë, pe merë falë, pe lëshon me herë, për 2 fjallë për prishin. Pasha Zotin atëherë konë ma mirë, edhe e kanë qunë ma mirë mashqit me femna, atëherë. Se i ka djek shpina t'y bon pare, e kam një djallë lavit që tonë theke 17.000 franga kom pagu, gruën kër e kom morë. E atëherë ma mirë akon se e ka pagu, 17.000 franga mëra një e një shpi. Jo, së më do këtë mirë, nuk o mirë me shqitë femnën, po nuk i kanë shuën se e ka shqit me pare, e ka menu që i ka dhonë pare, e ju kanë dhimë paret me lëshu. E sot e lëshën se e merë pa pare. E gjonë që aty në qytet janë rrugë, e merë pa pare, e lëshën kryt 3 dite, e lëshën shkon në shpit vetë. Për 2 fjallë të kësia, pse i ndrojnë në veti, kujtojnë që u bo nami, edhe ngatrohen, e shkatrohen në veti. Që to e kanë fjallën. Gabimi jo që e kanë jo dashni për me. Dashni falë, sa pjo. Mu prish në kryt 2-3 dite, në kryt më të mote, në kryt 2 vjetë, nuk më pja dashni me zveti. Në 50 vjetë jem, kur një tjetët nuk i kena thonën, ja po të nalëna, më thonë kja, ja po të shoj. Kur? 50 vjetë martejës, gjysë shekuj. Kur që kemi thonë një tjetët, ja po të shoj, ja po të, kjo më thonë mu, ja po të nalëna s'du me të nej me ty. Kur që më ka thonë, së kur do që pi një, sa të veqonet kom nej. Edhe i një do që të pori, oj kam që ta thminj, se sa të shkojnë shpi. Po i kam që ta thminj. Që të pori një. Po pëshar me njëri mëre, pëshar me njëri më do mos zdi sa thminjve. I le thminj një tima pa nona dhe pa bobë. Nuk o mirë kjo. Dukuri të keqe po e sheh edhe ikje nga ana e të rinjve. Edhe pse vetë kishte qenë për 12 vite në Gjermani dhe nuk kishte ardhur asnjëherë në Kosovë, kohë të cilën Veliu e kujton me mallëngjem. Jo, këta jenë të bon shumë keq. Pse ta është i shkavi si njek. Unë kom vik për këtu ngejt për shkavit kom vik. Në 88-ën ku kom vik, në 2000-ën kom ardhë. 12 vjetë se kom po Kosovën heqë. Veç në këtë vlavi profesori ma ka pasë një trokë. Në qatë trokë këshëshna, se 12 vjetë ka ma eme që to s'ka guzu më shkelë. Petë 88-ës të në 2000-ën. Një muja 2 para 2000-ës je marë këto. Vëlloha e balë. Kjo shoqja se kish fort gole se thmi ka dhe vdheke sene, si rako e fort men, a unë u mërzit që në balë. Vëlloha e pasha Zotin për të marke molli edhe për quba. Për qubat mollit venit tanë për të marke. 12 vjetë ishin shumë. Po, kanë arë një 2 gazetarë aty në Shmit e Shtrasën, 2 zëldaf, në vetën, tha, fshar menimi ki mundrejq Kosova do të këthejhesh, po qatë ditë që të ndrinjqet Kosova ka mu këthuj. E pse s'rrin këto, thash se sa veni janë. Bili dhe katonarë të këzmalve më kishim pas pa të fuaj. Atje në Shmit e Shtrasën. A i vejni ku jetojsh në akon në Shmit e Shtrasën. Po, misiu kër i lufta, kom vendosë mu këthuj. A ke bo vendimin ma të mirë, a ke ka mëshirë? Ja, dhe s'kom ga bo heq. Se sen ma mirë se me dek në vendim djetona nuk ka. Sipas të moshuarit, disa po ikin nga vendlindja nga mendjemadhësia dhe disa të tjerë nga kushtet e vështira. Për fund, ai kishte edhe një dëshirë. Dëshira e tij ishte që të kthehen përsëri në vendlindje dhe të kenë mundësi të punojnë për vendin e tyre. Tash dhe me të regu drejten, do ikin që s'kan shkaho në shkapin edhe i kanë kushtet në shpit këqia. Do ikin për menës madhe. E kanë telefonin 500 euro, 1000 euro, kur shkojnë në shtetet jashme,
me telefon 1.000 euro, ata milicia në Hungari nuk kanë telefon as 100 euro, këta ku kanë dalë në Hungari 1.000 euro telefon. Do ikin për menës ma, do i kanë kushtet të këqia. S'kanë shpi, s'kanë me hangër, s'kanë me pi. Edhe menojnë që atje si të shkojsh, bohësh me herë rahat, pa atje së më bohësh fort rahat. Se unë e kom pravu, do që e kanë pe i fukara lejket, ata bavaki s'klehen kur. E do që e kanë pe menës modhe, ata së në zonë vetë. Që kanë bo se foa këto. E kështë na thonë, e rininjës sotit mu këhy, po i sholla që kjo shteti jonë, mara në i fabrike, qelë punë, e i këthen këto në Kosovë, se shumë kanë dalë. Kur dash në qytet në Ferizaj, shumë pak njerës ko në Ferizaj. Kam dëshirë që çdo i me asjellë Zoti me orë në vend vetë, me punu, me gjallënu, e jo në shtetit jashme.